Horoskopi ditor e shtunë 28 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit 28 qershor 2025. Dashi, sot është një ditë e fuqishme për vetë zbulim dhe vetë analizë. Kalimi i hënës në shtëpinë tuaj të tetë të transformimit inkurajon një zhytje të thellë në botën tuaj të brendshme. Merrni kohë për të medituar ose për të shkruar në ditar për të zbuluar të vërteta të fshehura rreth vetes. Marsi, planeti juaj sundues, rreshtohet në harmoni me Saturnin, duke ju ngulitur vendosmëri dhe këmbëngulje. Kjo është një kohë e favorshme për të trajtuar projekte që kërkojnë disiplinë dhe fokus. Sigurohuni që të ruani ekuilibrin dhe të shmangni mbi ngarkesën. Në marrëdhënie është thelbësore të komunikoni hapur, pasi mund të lindin keqkuptime. Përdorni aftësitë tuaja natyrore të leadershipit për të frymëzuar punën në grup. Financiarisht është një ditë e mirë për të rishikuar investimet tuaja dhe për të marrë vendime të informuara. Mos harroni të qëndroni me këmbë në tokë dhe të praktikoni rutinat e kujdesit për veten për të ruajtur nivelet e energjisë. Me diellin që ndriçon sektorin tuaj shoqëror, mundësitë e rrjedhëzimit janë të bollshme. Përfitoni nga këto lidhje për të çuar përpara qëllimet tuaja personale dhe profesionale. Horoskopi ditor i Demit, 28 qershor 2025. Demi, ndikimet kozmike të sotme vënë në qendër të vëmendjes partneritetet dhe bashkëpunimet tuaja. Venusi, planeti juaj sundues, krijon një aspekt të favorshëm me Neptunin, duke nxitur kreativitetin dhe empatinë në ndërveprimet tuaja. Kjo është një ditë ideale për të forcuar lidhjet me të dashurit ose kolegët përmes bisedave kuptimplote. Megjithatë, keni kujdes nga keqkuptimet e lindura nga pritjet tepër idealiste. Financiarisht, prania e Jupiterit në shtëpinë tuaj të dytë inkurajon vendime të kujdesshme dhe mund të paraqes fitime të papritura financiare. Jini të përgatitur të shfrytëzoni mundësitë, por shmangni blerjet impulsive. Një qëndrueshmëri në sferën tuaj profesionale ju jep mundësinë të hartoni plane strategjike për sukses afatgjatë. Në shëndetësi, jepni përparësi praktikave që nxisin mirëqenien fizike dhe emocionale, të tilla si yoga ose meditimi. Energjia e sotme mbështet gjetjen e paqes së brendshme dhe përqafimin e një stili jetese të ekuilibruar. Përqafoni energjitë ushqyese në lojë për të nxitur mjedise harmonike në jetën tuaj personale, duke qëndruar të hapur ndaj këshillave nga aleat të besuar. Horoskopi ditor i binjakëve, 28 qershor 2025. Binjakët, komunikimi është në plan të parë sot, me diellin që ndriçon sektorin tuaj të komunikimit. Ky pozicion i mrit aftësinë tuaj për të shprehur ide qartë dhe bindshëm. Shfrytëzojeni këtë energji për të zgjidhur diskutimet në vazhdim ose për të filluar bashkëpunime. Aventurohuni në të mësuarit pasi Mërkuri, planeti juaj sundues, thekson ndjekjet intelektuale. Angazhimi në studim ose eksplorimi i temave të reja mund të çojë në njohuri të papritura. Marrëdhëniet përfitojnë nga ndikimi i butë i Venusit, duke nxitur dhe mshurinë dhe mirëkuptimin. Jini të vetëdijshëm për ndjeshmërinë emocionale që energjitë e sotme mund të thërrasin dhe praktikoni durimin me ata përreth jush. Profesionalisht, pohoni idetë tuaja me besim, ndërsa kreativiteti juaj është rritur. Kini kujdes për gabimet të vogla teknologjike që mund të lindin dhe sqaroni detajet për të shmangur konfuzionin. Çështjet financiare janë të qëndrueshme, por qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet. Ndërveprimet shoqërore janë shpërblyese, prandaj shijoni lidhje me miqt ose pjesëmarrjen në ngjarje shoqërore. Mos harroni, një mendje e ekuilibruar është çelësi për të lundruar në energjitë e gjalla të sotme. Horoskopi ditor i Gafores, 28 qershor 2025. Gafore, me hënën në shenjën tuaj sot, emocionet mund të ndihen të shtuara. Ky ndikim hënor ju fton të ushqeni veten tuaj të brendshme dhe t'i jepni përparësi kujdesit për veten. Kalimi i kohës pranë ujit ose në natyrë mund të ofrojë paqe dhe qartësi restauruese. Marrëdhëniet janë të theksuara dhe kjo është një kohë e përshtatshme për të thelluar lidhjet me ata që i çmoni. Shprehni ndjenjat tuaja dhe lejoni që cenueshmëria të forcojë lidhjet. Profesionalisht, merreni me detyra që kërkojnë kreativitet, pasi intuita juaj është akorduar në mënyrë të imët. Venusi ju inkurajon të kultivoni mjedise pune harmonike duke dëgjuar me vëmendje perspektivat e kolegëve. Financiarisht, përparimi qëndrueshëm favorizohet mbi përpjekjet e rrezikshme. Besoni instinkteve tuaja në menaxhimin e burimeve me mençuri. Ndërsa Marsi rrit nivelet tuaja të energjisë, ndërmerrni veprime për projekte personale ose qëllime shëndetësore. Aktiviteti fizik mund të jetë veçanërisht i dobishëm sot.
Në përgjithësi, përqafimi i qetësisë dhe reflektimit mund të çojë në njohuri të vlefshme, duke ofruar udhëzime si për aspiratat e menjëhershme, ashtu edhe për ato të ardhshme. Horoskopi ditor i Luanit, 28 qershor 2025. Luani, sot fuqizon anën tuaj krijuese me diellin dhe Merkurin që energjizojnë sektorin tuaj të vetëshprehjes. Ky kombinim stimulon të menduarit inovativ dhe ju inkurajon të ndiqni sipërmarrje artistike. Ndani idetë tuaja me besim, pasi karizma juaj natyrore tërheq mbështetje dhe bashkëpunim nga të tjerët. Jini të vetëdijshëm për përplasjet e egos dhe përpiquni të ruani ekuilibrin në dialogje. Marrëdhëniet janë të mbushura me ngrohtësi dhe entuziazëm. Përdoreni këtë për të forcuar lidhjet me të dashurit përmes aktiviteteve të përbashkëta. Profesionalisht, përqafoni punën në grup, duke u mbështetur në përpjekjet në grup për të arritur qëllime kolektive. Marsi ju fton të veproni mbi iniciativa që kërkojnë leadership, pasi njohuritë tuaja strategjike nxirren në pa. Financiarisht, vlerësoni investimet afatgjata dhe shmangni vendimet e nxituara të momentit që mund të ndikojnë në stabilitetin tuaj. Siguroni rutina të rregullta që mbështesin shëndetin fizik, ndoshta duke eksploruar regjime të reja ushtrimesh. Në fund të fundit, sot paralajmëron një mundësi për të shkëlqyer, duke përdorur talentet dhe pasionet tuaja për të frymëzuar ata përreth jush. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 28 qershor 2025. Virgjëresha, energjitë qiellore të sotme nxisin vetanalizën, ndërsa Merkuri nxit një fokus në çështjet e shtëpisë dhe familjes. Është një kohë e favorshme për të adresuar shqetësimet e shtëpisë, qoftë duke bërë rregullimet e nevojshme apo duke forcuar lidhjet familjare. Konsideroni angazhimin në projekte për mirësimin të shtëpisë ose rivlerësimin e ekuilibrit midis punës dhe jetës personale. Komunikimi është qendror, kështu që inkurajimi i dialogëve të hapur ndihmon në zgjidhjen e mospërputhjeve të vogla. Profesionalisht, një qasje e qëndrueshme fiton respekt dhe njohje. Lejoni që aftësitë tuaja analitike të udhëheqin vendime të rëndësishme. Ndikimi i Venusit ju ndihmon të krijoni një mjedis harmonik që frymëzon produktivitet. Maturia financiare mbetet çelësi, prandaj rivlerësoni me kujdes buxhetet dhe shpenzimet. Prioritizoni kujdesin për veten dhe mirëqenien, duke u përqendruar në ndryshimet ushqyese ose duke rigjallëruar regjimet e ushtrimeve. Dita mbështet angazhimin e bazuar dhe të vetëdijshëm. Përqafoni detyrat rutinë duke mbetur të hapur ndaj ndryshimeve delikate. Mbajtja e fokusit siguron përparim në fusha të ndryshme, duke ofruar kënaqësi dhe një ndjenjë arritjeje. Horoskopi ditor i Peshores, 28 qershor 2025. Peshorja sot inkurajon eksplorimin dhe aventurën, ndërsa hën arrit sektorin tuaj të kuriozitetit. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të nisur me mësime të reja ose për të angazhuar në ndjekje kulturore që pasurojnë perspektivën tuaj. Marrëdhëniet përfitojnë nga hapja, prandaj ndani mendime dhe përvoja për të thelluar lidhjet. Venusi, planeti juaj sundues, mbështet përpjekje bashkëpunuese. Nxisni punën në grup dhe mirëkuptimin e ndërsjell në mjediset profesionale, dhe sharmi juaj shkëlqen në ndërveprime. Financiarisht mund të lindi mundësi për rritje, por vlerësimi plot siguron stabilitet dhe fitim. Përqafoni aktivitete shoqërore që ju prezantojnë me rrjete të ndryshme dhe partneritete të mundshme. Ekuilibri mbetet thelbësor, prandaj harmonizoni ambicjet personale me përgjegjësitë shoqërore. Ndjeshmëria ndaj mjedisit tuaj rrit kreativitetin tuaj, ndërsa të qenit i vëmendshëm ndaj detajeve ndihmon në lundrimin e energjive të bollshme të sotme. Jepini përparësi mirëqenies përmes aktiviteteve rekreative ose praktikave meditative, duke ruajtur paqen dhe praninë. Në fund të fundit, sot premton mundësi për rritje, lidhshmëri dhe mirëkuptim të pasuruar. Horoskopi ditor i Akrepit, 28 qershor 2025. Akrepi sot përzien emocione të fuqishme me depërtim intuitiv, ndërsa Jupiteri ndikon në sektorin tuaj të transformimit. Kjo promovon një kuptim më të thellë të dëshirave dhe aspiratave personale. Reflektoni mbi qëllimet afatgjata dhe vlerësoni strategjitë që ju rilidhin me qëllimin tuaj. Marrëdhëniet ofrojnë lidhje të thella dhe empatia juaj mund të nxjisë shërimin dhe intimitetin në ndërveprime. Profesionalisht, vendimet e guximshme të bazuara në intuit janë shumë të favorizuara. Besoni instinkteve tuaja dhe shfrytëzoni mundësitë me besim. Financiarisht, vlerësoni investimet dhe merrni në konsiderat qasje inovative për menaxhimin e burimeve, duke shmangur impulsivitetin. Kanalizoni energjinë e tepërt në projekte krijuese që shprehin pasionin dhe depërtimin tuaj.
Venusi nxjerr në pak kënaqësitë sensuale. Prandaj kënaquni me momente që sjellin gëzim dhe relaksim. Përfshini rutinat e kujdesit për veten që ushqejnë shëndetin tuaj emocional dhe mendor. Ndoshta duke eksploruar praktika terapeutike. Përqafoni energjitë transformuese të ditës, duke lejuar rritje dhe rigjallërim thelbësor në udhëtimin tuaj personal. Horoskopi ditor i shigjetarit, 28 qershor 2025. Shigjetari, ndikimet kozmike të sotme mund të përmirësojnë pikpamjen tuaj vizionare me Merkurin që thekson rritjen personale dhe përshtatshmërinë. Kjo siguron një bazë të fortë për të filluar projekte të reja ose përpjekje mësimore që zgjerojnë horizontet tuaja. Kërkoni mundësi që stimulojnë kuriozitetin intelektual dhe zhvillojnë aftësitë tuaja. Marrëdhëniet fitojnë ngrohtësi nga prania e Venusit, duke ofruar momente të këndshme të ndara me të dashurit ose partnerët. Profesionalisht, inovacioni është qelësi, prandaj propozoni ide të freskëta në punë, të cilat mund të fuqizojnë dinamikën e ekipit. Financiarisht, merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve dhe jini të hapur ndaj mundësive jo konvencionale që mund të nxisin rritjen tuaj. Optimizmi juaj i lindur tërheq angazhime emocionuese shoqërore. Përqafoni aktivitete shoqërore ku entuziazmi juaj mund të frymëzojë të tjerët. Balanconi shpirtin tuaj aventuresk me pushim, ndoshta duke eksploruar praktikat e vetëdijes që përqendrojnë energjinë tuaj. Energjitë e sotme mbështesin përqafimin e ofertave të jetës me hapje. Shfrytëzojeni këtë vrull për të përqendruar në qëllime thelbësore, duke nxitur progresin si personal ashtu edhe atë komunal. Horoskopi ditor i Briciapit, 28 qershor 2025. Briciapi, me hënën që përqendrohet në shtëpinë tuaj të shtatë të partneriteteve. Sot vë në qendër të vëmendjes bashkëpunimin dhe dinamikën e marrëdhënieve. Komunikimi i hapur mund të kapërcej boshllëqet dhe të forcojë lidhjet ekzistuese. Profesionalisht, puna në grup shkëlqen. Shfrytëzoni pikat e forta kolektive për të arritur ambicjet e përbashkëta. Një sinergji e tillë tërheq mundësi për njohje dhe progres. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm në sipërmarrjet ose bashkëpunimet e përbashkëta. Qartësia në marrëveshje është qelësi i rezultateve të suksesshme. Venusi i pajis ndër veprimet tuaja me sharm, duke ndihmuar në zgjidhjen e konflikteve dhe duke promovuar harmoninë në punë dhe në shtëpi. Në marrëdhëniet personale, shprehni vlerësim përmes veprimeve, duke ushqyer nevojat dhe dëshirat e partnerit tuaj. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat krijimin e rutinave të mirëqenies që mbështesin qëndrueshmërinë fizike dhe mendore, siç janë ushtrimet e rregullta ose praktikat e menaxhimit të stresit. Duke u përshtatur me energjitë bashkëpunuese të ditës, kultivoni mjedise ku lulëzon respekti dhe mirëkuptimi ndërsjell, duke mundësuar arritje dhe kënaqësi të përbashkët në ndjekjet tuaja. Horoskopi ditor i Ujorit, 28 qershor 2025. Ujori, sot ka të bëjë tërësisht me themelimin e frymëzimit krijues në rezultate të prekshme. Me Uranin që ndikon në sektorin tuaj rutinë, mendoni jashtë kornizave për të injektuar energji të freskët në detyrat e përditshme. Eksploroni metoda për të rritur produktivitetin dhe për të inovuar në përpjekjet në vendin e punës, duke përqafuar teknologji ose metoda të reja. Venusi mbështet ndërveprimet kohezive, duke frymëzuar bashkëpunimin dhe përpjekjet në ekip. Financiarisht, ndërmerrni një qasje pragmatike për të siguruar fitime. Analiza e perceptimit ndihmon në identifikimin e rrugëve të mundshme. Marrëdhëniet me kolegët dhe të dashurit lulëzojnë përmes komunikimit autentik dhe interesave të përbashkëta. Socializimi promovon lidhje të forta, duke zgjeruar rrjetin dhe bazën tuaj të burimeve. Nga ana shëndetësore, të qëndruarit aktiv dhe përqafimi i një diete të ekuilibruar përforcon mirëqenien. Prandaj eksploroni ndryshimet e gjalla të stilit të jetës. Energjitë kozmike të sotme inkurajojnë reflektimin mbi zakonet personale që mbështesin rritjen tuaj holistike. Përqafimi i kreativitetit dhe mençurisë praktike ju ndihmon të lundroni në rrugët e jetës me qartësi dhe gjallëri, duke premtuar progres dhe përmbushje. Horoskopi ditor i Peshqve, 28 qershor 2025. Peshqit, energjitë qiellore të sotme zgjojnë shpirtin tuaj imagjinativ. Me Neptunin që thekson njohuritë intuitive, introspeksioni bëhet një mjet i fuqishëm për të lundruar në rrethanat aktuale. Kjo është një ditë e përsosur për projekte artistike ose praktika shpirtërore që rrisin pasurinë tuaj të brendshme. Marrëdhëniet thellohen përmes empatisë dhe mirëkuptimit, të pasuruara nga ndikimi i butë i Venusit që inkurajon dhe mshurinë në dialogje. Profesionalisht, inovacioni dhe vizioni çojnë në kontribute të vlefshme. Ndani idetë tuaja lirisht,
pasi ato kanë potencialin për të frymëzuar dhe motivuar mjedisin tuaj. Financiarisht shmangni vendimet e nxituara. Një qasje konservatore ruan stabilitetin. Angazhimi me natyrën, meditimi ose përpjekjet krijuese mund të përforcojnë ekuilibrin emocional dhe shëndetin mendor. Prioritizimi i kohës së lirë pasuron energjinë tuaj. Qasuni në gëzim nga kënaqësitë e thjeshta dhe lejoni që energjitë mistike të ditës të udhëheqin udhëtimin tuaj. Ndërsa lundroni në lidhje me njohuri dhe inteligjencë emocionale, ju nxisni mjedise që ngren dhe mbështesin rritjen dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.